Ministri i ri i Shëndetësisë Azir Aliu sot ka qëndruar për vizitë në Spitalin Klinik të Tetovës. Në deklarat për media, ai premtoi se gjatë ditëve në vazhdim do t'i vizitojë të gjitha spitalet e vendit për të parë nga afër problemet me të cilat ballafaqohen. Këto janë takime pune që unë i baj me institucionet. Dje isha në Koçan me drejtoreshën për shkak të situatës që ka ndodhur. Sot jam në Tetovë me drejtorin, tash pas kësaj do jem me familjarët që posuan në spitalin modular, të shohin problemet, sfidat. Me drejtorin biseduam sot për sfidat që i ka infrastruktura shëndetësore në Tetovë. Gjithashtu tash u takuam edhe me motrat medicinale. Ministri Aliu premtoi zgjidhjen e problemit me infermierët e Spitalit Klinik të Tetovës, të cilët janë pa vendime pune, ndërsa drejtori i spitalit Agim Berisha deklaroi se i kanë nënshkruar kontratat, ndërsa këtë javë pritet që të njëjtat t'i nënshkruajnë edhe infermierët. Besoj që shumë shpejt do duhet të zgjidhet përpara afateve të cilat afate ligjore që neve do të mund të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi, domethënë ajo është diku një muaj e 10 ditë maksimum. Këto janë afate që do i nënshkruajnë ato. Faktikisht vetëm rrogën kemi lëshu, për shkak se kishim prit dimujt ditë, edhe besoj brenda kohës se do valshoj edhe rrogën e mujt 5, edhe normalisht do të nënshkruajnë edhe kontratat, të gjitha janë të nënshkruara. Tash duhet faktikisht edhe motrat të nënshkruajnë, jo vetëm nga ana ime. Edhe brenda javës do i nënshkruaj edhe këto 139 tjera për muajin maj, që njëkohësisht i marrin edhe rrogën e mujt maj. Nga ana tjetër, infermierët deklaruan se janë në pritje të zgjidhjes së problemit të tyre dhe thanë se ka selektime edhe në pagesa, pasi siç u shprehën, mes tyre ka infermier që akoma nuk janë paguar për muajin e 4. Do presim zgjedhjen, po rrogën e mujt 4 e kemi marrë, kontrata ende nuk kemi nënshkruaj, po siç pretendoi edhe drejtori tha që do të nënshkruajnë, që tash presim edhe kontratat i nënshkruajnë, ka selektime. Jo se sot mujt 4, po prej një periudhë më të gjatë nuk kanë marrë. Ndryshe, infermierët e Spitalit Klinik të Tetovës për ditë radhazi protestuan për marrjen e pagave dhe zgjidhjen e statusit të tyre të punës. Rreth 140 infermierë të këtij spitali vazhdojnë të jenë pa vendime pune, ndërsa disa prej tyre punojnë për më shumë se 10 vjet.